Samiti i 4 i diasporës ndodhet në ditën e 2 të punimeve, ndërsa eventi është zhvilluar këtë radhë në Pallatin e Kongreseve. I pranishëm në këtë event midis figurave të njohura publike mbarshqiptare ishte edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij në samit, Rama tha se roli i diasporës shqiptare ka qenë shumë i rëndësishëm, ndërsa vlerësoi sakrificat e tyre për t'ia dalë në jetë larg dheut të tyre. Sipas Ramës, Shqipëria ka kaluar një transformim të thellë dhe tashmë ndodhet në ngjitjen e fundit drejt Bashkimit Evropian, dhe kjo ka ardhur fal punës së përkushtuar dhe të vazhdueshme të qytetarëve që jetojnë brenda dhe jashtë vendit tonë. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfor dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kurrë më parë veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat sigur mbi shpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot, diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Mes dallgësh dhe të përpjetash të frikshme, shqiptarët ndërtuan jetë, familje, karriere profesionale dhe sipërmarrje të suksesshme në vende që nisën t'i njohin ata jo përmes stereotipeve, po përmes dobisë tyre, qëndrueshmërisë tyre, fisnikërisë tyre. Ndërkohë që Shqipëria mbetej një vrim e zezë në parafytyrimin e të tjerëve. Dhe përtej historive tuaja individuale të suksesit, ju bartët diçka edhe më të rëndësishme, fillin e padukshëm, që na lidh tërve me këtë tokë. Rama ftoi gjithashtu diasporën shqiptare për t'u bërë pjesë e rrugtimit të Shqipërisë drejt antarësimit në familjen e madhe evropiane. Rama tha se sot Shqipëria nuk duhet të shihet si një vend që diaspora e la pas, por si një shtet evropian që ka nevojë për të gjithë, pasi sipas tij, antarësimi në BE është amaneti i të parëve që kontribuan në formimin e shtetit shqiptar. Sot ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe kemi bërë këtë në një kohë rekord për vetëm 11 muaj. Sepse njësoj si ju, kur ju mbyllej dera në fytyrë, në ato hapa të parë në rrugët e botës, dhe kur askush nuk kishte kohë, nuk kishte respekt, nuk kishte besim, e prandaj nuk kishte as vëmendje për të dëgjuar dhe për të kuptuar se sa vlenit, por ju këmbgulnit dhe pasi shkonit në darkë dhe fshinit lotët nga poshtrimi i ditës, riktheheshit në mëngjes për të vazhduar të këmbgulni në pritje, duke qenë gati për derën kur të hapej, edhe Shqipëria këmbguli dhe ishte gati në momentin kur dera u hap. E për këtë arsye, i hapi edhe kapitujt e negociatave për antarësim më shpejt se çdo vend
tjetër në rrugën e antarësimit përpara saj. Atëherë, kur ju erdhën në samitin e parë, e ardhmja europiane ishte aspirata që mbetej larg. Samiti i 4 i diasporës ka hapur siparin të hënën e 13 prillit me një ceremoni mirëseardhje në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku presidenti Bajram Begaj dekretoi disa personalitete të larta të kombit shqiptar, ndërsa punimet e këtij samiti do të vijojnë deri në datën 15 prill.